Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Miq të dashur dhe shumë të respektuar. Në këta pak minuta të kësaj dite të parë të festës së Bajramit, do të mundohem të shpjegoj çfarë është ajo që e bën Bajramin një festë kaq të lumtur dhe e cila festë sjell në mesin ton kaq shumë lumturi. Dhe e dyta, pse festa e Bajramit është festë kombëtare së paku, po aq sa është edhe festë fetare. Pse kjo festë të na lumturoj kaq shumë dhe çfarë e bën atë që ta ndjejmë kaq thellë në jetën tonë? Ja pse. Ka kohë që në mendjen time sillen këtë pyetje, duke u munduar që t'i gjej një përgjigje adekuate, ashtu siç e ndjej unë dhe ashtu siç e shoh edhe ndër ju, edhe në jetën e përditshme, tek njerëzit të cilët e ndjejnë dhe festojnë këtë festë, kam pa dhe arritur në konkludim, në një bindje të palekundur, se vërtet kur vjen Bajrami ndryshon çdo gjë dhe papritur. Rrugët, shtëpitë, fytyrat e njerëzve, sjelljet e tyre, gjithçka në Bajram merr një formë dhe bëhet një atmosferë festive. Pra, çfarë don të thotë të kemi Bajram? Bajram don të thotë takim me më të dashurit tanë që nuk i kemi parë ndoshta prej kohësh. Ndoshta kjo dhe është pjesa më e këndshme e festës së Bajramit. Një përqafim i ngrohtë, një urim secilin në mënyrën e vet, ashtu siç e ndjejnë, ashtu siç dëshiron ta shpreh dhe ashtu siç dëshiron t'ja uroj dhe ndjej edhe tjetrit. Dikush thot urime Bajramin, tjetri me shnet Bajramin, i treti me bariqolla Bajramin, dikush thot për hajri ju qoftë Bajrami, të tjerët të gëzoni Bajramin e format të tjera. Të gjithë sipas asaj që e ndjejnë dhe sipas asaj që dëshirojnë të ndjejnë gëzimin e tyre me tjetrin. Gjatë festës së Bajramit i keni vrejt, njerëzit duken dhe në fakt bëhen shumë më të sjellshëm dhe më të kujdesshëm ndaj njëri tjetrit. Vetëm kjo gjendje mund të jetë e mjaftueshme për t'ju bërë juve së paku për disa qaste të lumtur, më të lumtur se nga që keni qenë jashta ditëve të Bajramit. Bajram, para së gjithash, don të thot fest për fitoren që e kemi korrur në betejën tonë me të keqen, me djallin, me nefsin, me të ligën, me epshin, me instinktin shtazor që është në ne përgjatë muajit të Ramazanit. Dhe, natyrisht e sigurisht, ushqimi i mrekullueshëm është një kapitull tjetër e veçantë e festës së Bajramit. Ushqimi kthehet në një vepër arti në shtëpitë tona. Secili ushqim i bërë me receta dhe nga recetat e veçanta të nënave tona, të babalarve tanë që u ndihmojnë nënave tona në përgatitjen e këtyre ushqimeve me recetat të veçanta. Janë recetat të veçanta edhe të tezeve tona, edhe të hallave tona, edhe të axhallarve tanë, edhe të dajve tanë e të grave të tyre. Çdo kafshat që e shtim në gojë është aq e shijshme në festën e Bajramit sa nuk arrim dot
të rezistojmë asgjëje që e kemi përpara. Të mos di njeri se cilën të ha përpara, sepse je i humbur në ato momente në bollukun e opcioneve të shumta të atyre ushqimeve të shijshme. Nuk është vetëm ushqimi që e bën festën tonë të veçantë, por edhe bisedat e ngrohta, bisedat e ëmbla që sjellin me vete buzëqeshje të ngrohta, buzëqeshje këto që sjellin dhe krijojnë një atmosferë e cila na bën ta kujtojmë shpesh edhe të kaluarën tonë. Bisedat të cilat i bëjmë të afërmit për gjatë festës së Bajramit kur takohen, janë biseda që rikujtojnë rinin dhe fëmirin e tyre. Përmendin momente interesante, momente të shijshme, momente të ngrohta, të cilat kanë mbet pjesë e pandashme e kujtesës së njerëzve. Gjatë festës, në çdo cep dëgjohet zëri i fëmijëve të gëzuar. Ato karamelet, bombonat dhe parat që u japim fëmijëve tanë për gjatë vizitave, ato para në duart e fëmijëve tanë janë vërtet simbolet e vërteta dhe më signifikante të festës së Bajramit. Sepse ashtu edhe ne kur kemi qenë fëmijë, e kemi përjetuar thellë, e kemi përjetuar aq mirë, sa deri në ditët tona sot i kujtojmë ato momente kur neve na dhuronin ndonjë çokoladë apo ndonjë bombone apo pak para me të cilat gëzoheshim shumë më shumë se sa sot që kemi shumë më shumë para në duar tona. Vrapimet, lëvizjet lëzënjare të fëmijëve në mesin ton, e i shohim të habitur, teksa shohin njerëz, fytyrat të njerëzve të cilët kur nuk i kam pa. Janë momente të veçanta të festës së Bajramit. Edhe robet të cilat ja vlejmë fëmijëve, edhe fustanet të cilat u ablejmë vajzave të vogla, janë momente të përjetuara në një mënyrë krejtësisht ndryshe. Andaj, kur mos e leni, pa u ble fëmijëve tuaj ndonjë robe, qoftë edhe vetëm një, për festën e Bajramit. Dhe folni të këta në pranin e tyre vazhdimisht, me fjalët më të mira dhe më të ngrohta për kujtimet tuaja të kaluara gjatë festave të Bajramit. Sepse ato gjëra të cilat i dëgjojnë fëmijët, ato robe të cilat i blejnë fëmijët, ato para të cilat i fitojnë fëmijët gjatë festës së Bajramit, do të nguliten në memorjet e tyre, do të mbilen si fara në shpirtrat e tyre, kudo që kanë me shkuar, kudo që do të jetojnë në të ardhmen e tyre, kur në jetën e tyre ata, as nuk do t'i harrojnë ato dhurata, as ato robe, as ato fustane dhe as ato fytyra të njerëzve të cilët i kanë takuar, ndoshta vetëm një herë në jetën e tyre përgjatë festave të Bajramit. Pra, të gjithë në festën e Bajramit janë afër njëri tjetrit. Nëse dikush ka mungesë në zemër, e ndjen një boshlluk të thellë në zemër, Bajrami është ai që e mbush atë boshlluk dhe e plotson atë mungesë në shpirtin e besimtarit. Të shohësh të dashurit tanë dhe të shprehesh dashurinë tënde, qoftë edhe për pak qaste, ta krijon bindjen
tyje se po muj ka njeriu me pas një jetë të lumtur edhe jashta festave të Bajramit. Po muj ka njeriu, nëse mendon dhe insiston të veproj, që t'i vizitoj të vetët, t'i ke afër të vetët, që të krijon një raport të afërt dhe të ngrohtë me të vetët, po muj ka pra, edhe gjatë ditëve të tjera, jo vetëm për gjatë ditës së Bajramit. Megjithatë, Bajrami ka edhe momente mallëngjyse. Na kujton njerëzit tanë që i kemi pasur dikur, por më nuk i kemi në mesin tonë. I dëshirojmë ata që të janë në mesin tonë, por nuk mund të kthehen. Bëjmë vetëm dua për ta. E lusum Allahun për magfiret, për falje dhe për mëshirë ndaj tyre. I vizitojmë ndoshta edhe në Varresa. Bëjmë edhe atje dua, por në mesin ton, në ditët e Bajramit, ata më nuk mund të jenë me ne. Na kujtohen buzëqeshjet e tyre ndoshta. Na kujtohet kujdesi i tyre nëse ishin prindërit tanë, që më nuk i kemi. Na kujtohen buzëqeshjet engjëllore, zërat e engjëjve të vegjël, nëse ishin më parë e vladët tanë. Bajrami pra sjell ndër ne dhe krijon në mes nesh një botë të veçantë, një atmosferë të veçantë, e cila para Bajrami as që mund të përshkruhet, por vetëm mund të përjetohet gjatë festës së Bajramit. Pra, ky është Bajrami që e krijon këtë atmosferë dhe këto momente të veçanta. E krijon një botë krejtësisht tjetër, të cilën ndoshta do ta dëshironim të jetë e përhershme, e vazhdueshme, dhe ne të jemi të tillë përherë me njerëz, por që jashtë ditëve të Bajramit nuk i kemi. Kremtimet që i bëjmë, urimet që i marrim nga fëmijët tanë, gëzimin që e shohim në fytyrat e fëmijëve tanë në çdo moment. Unë mendoj se kjo është fuqia më magjike e festës së Bajramit. Edhe fëmijën, edhe të rriturin, edhe të moshuarin e bën të ndjehet krejtësisht ndryshe nga që ishte para Bajramit. Dhe pjesa më interesante, më e bukur, më e mirë e festës së Bajramit është që njerëzit ndjehen të lumtur, një farë lumturie të veçantë, sidomos kur e shohim dhe e përjetojmë thellë vlerën e njeriut. E kuptojmë se njeriu pas ka vlerë të madhe, pas ka peshë të madhe, të cilin nuk e kemi parë gjatë gjithë vitit, dhe pikërisht në festën e Bajramit e kemi pranë. E vlat qoftë, apo vlla, motër, prind qoftë, mik, koleg qoftë, të cilin nuk e kemi takuar, dhe ai shihet pra se e ka një vlerë shumë të madhe. Vlera e njeriut, pesha e tij si njeri ndjehet shumë fort në festën e Bajramit. Ky Bajram pra na lejon që qoftë edhe për çaste të caktuara të përkujtojmë dhe të përqendrohemi thellë në gjërat të cilat i kemi harruar në rrëmujën e jetës dhe të zhytur e të valvitur në mes dalgëve të jetës me dinamikat e kësaj jete të sotshme, të cilën kaq rënd
dhe kaq thellë po e përjetojmë. Bajrami në fakt, për mua, për sa e ndjej dhe sa e shoh në fytyrat e njerëzve, nuk është vetëm fest. Është edhe një terapi e veçantë që freskon dhe plotson, mbase edhe e ushqen zemrën dhe shpirtin e njeriut. Si rezultat, ju në këtë rast vetë pra mund të gjeni recetën e lumturisë, pikërisht në kohën e festës së Bajramit. E sheh me sytë e tu dhe e mëson se ndonjëherë po mjaftua ka vetëm pak qaste të jesh me të dashurit tënd. Ndonjëherë edhe të ndash ndonjë ushqim, ndonjë pije, ndonjë kafe, ndonjë ëmbëlsirë dhe ndonjëherë tjetër edhe të qeshësh me të afërmit e tu dhe të dëgjosh buzëqeshjen dhe qeshurit e fëmijëve në mesin tuaj. Bajrami thjesht i bashkon zemrat, trupat, e qetëson shpirtin dhe natyrisht u kujton njerëzve se paskësh vërtet një lumturi e humbur deri në ato momente, por që po mujka me usjell ndër ne. Andaj, nëse të gjitha këto që i përmenda dhe me mira gjëra të tjera që nuk arri dot as ti kujtoj këto e as ti përmendi, nëse të gjitha këto janë pjesë e pandashme e jetës së njerëzve të këtij vendi dhe të kombit shqiptar, që e festojnë të gjithë së bashku, e urojnë njëri tjetrin, pa marrë parasysh fen, vendin, origjinën, regionin, fshatin, qytetin, përkatësinë politike, përkatësinë ideologjike, si të mos konsiderohet atëherë edhe festë kombëtare. Nëse feja islame nga një ranë, por edhe fejtë të tjera, nëse feja islame është pjesë e pandashme e historisë së kombit tonë, pse atëherë të mos jetë, të mos quhet dhe të mos thirret edhe festa e Bajramit festë kombëtare, për te të qenurit festë vetëm fetare. Unë jam mëse i bindur se kjo ndarje mes festave kombëtare dhe festave fetare është rezultat i mendësisë komuniste, e cila ka qenë evidente dhe pjesë e pandashme e politikës si në Shqipëri, si të neve këtu në ish Jugosllavi. Mendësi kjo e cila vazhdimisht ka dëshiruar që ta krahasit njeriu nga vlerat fetare, që t'ja shkput rrënjet fetare dhe ta lë vetëm mish dhe koc, pa shpirt, pa spiritualitet, pa festa të ndjeshme, kombëtare dhe të dashura që e bëjnë njeriu ashtu siç e përshkrova nga minuti i parë i kësaj bisede me ju. Po, Bajrami mund të mos jetë festë nacionale shtetnore, megjithëse që është, mund të mos jetë nacionale shtetnore për shkak të sistemit politik të shtetit. Ama festa e Bajramit është dhe duhet të mbetet festë edhe fetare edhe kombëtare. Bile të thuhet vetëm se është festë kombëtare, sikur të gjitha festat tjera fetare të njerëzve të cilët janë pjesë e pandashme e kombit tonë. Porosia ime me guxim do t'ua kisha dhënë dhe do t'ua kisha thënë, mos e ndani festën e Bajramit nga festat kombëtare. Mos e quani kjo është festë fetare, këto janë festa kombëtare,
çfarë nënkupton fest kombëtare nëse Bajrami, që është pjesë e pandashme e historisë sonë, të mos jetë kombëtare? Prandaj, këshilla ime, ftesa ime, thirrja ime është që kur e përmendni festën e Bajramit, thuani fest kombëtare, shqiptare, islame e kombit shqiptar. Deri në një video të radhës, edhe kësaj radhe, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.